Drejtor, jemi këtu mbi argjenaturën e fshatit Mbrostar. Ne kaluam një periudhë vërtet vështirë me rreshtet që patëm gjatë sezonit të dimrit. Argjenatura e vjetër kishte problematikat e saj, megjithëse arriti ta mbante gjitha të prurje shumë të madhe ardhur nga rreshtet përtej normave të parashikuara dhe për vetë faktin që ndryshimet klimatike po sjellin gjithmonë sfida, karshi dhe moto, sfida që ne nuk i kemi pasur. Si është situata aktualisht me argjenaturën me të ndërhyrje? Me këtë ndërhyrje e cila është kërkuar vazhdimisht nga prefektura Fier, bashkia Fier, nga njësia administrative Mbrostar. Me këtë ndërhyrje problematike që kemi realizuar në këtë segment të argjenaturës djathtë Lumit Seman, fshatin Mbrostar, kemi arritur të krijojmë një siguri më të lartë karshi fenomenit përmbytjeve, që në këtë fshat ka qenë shumë eventual. Po, rreziku ka qenë eventual dhe ne kemi përjetuar së bashku me banorët frika që krijon përmbytja. Afër me argjenaturën kemi shtëpi banimi. Patjetër, dhe rreziku normalisht është eventual, duke qenë se edhe fshati është zgjeruar, ka ardhur dhe gjithmonë dhe më afër argjenaturës. Por ne shohim që kemi një ngritje realisht reale dhe shikojmë që është një ngritje vërtet e konsiderueshme dhe përforcuar. Kjo drejtor është gjatë gjithë vijës së argjenaturës për gjatë Lumit Seman? Një ngritje prej diku ke 1 metër për gjithë argjenaturën, po kemi ndërhyrë në pikat më problematike. Jo në gjithë argjenaturën. Presim në një investim më madhor, pasi gjitha këto pika që kemi bërë, gjithë punë që kemi bërë është bërë fal mjeteve tona, edhe gjithë flotës tonë që ne kemi në territorin tonë. Mendoj që kemi bërë një punë goxha të mirë dhe do shmangim goxha rrezik, sidomos këto fshira dhe këto prurje që pam këtë vit që ishin jashtë çdo lloj norme. Jashtë çdo lloj norme, besoj se me këtë mbingritje rreth 1 metër nuk do jemi më në tilla rreziqe. Pra puna vazhdon, dhe si shikojmë mjetet tuaja të bordit vazhdojnë punën, por kjo ngritje dhe ky rezultat është vërtet një ngritje e konsiderueshme e argjenaturës, që do t'i bëj banorët e gjithë njësisë administrative në Mbrostar që edhe me prurjet pa parashikuara si që ato të dimrit të kaluar, do të flenë të qetë dhe nuk do të kemi më sfida të tjera. Unë ju falenderoj shumë për punën që keni bërë dhe po bëni, duke qenë se Fieri është një bashki e cila është në grykderdhjet e 2 lumeve shumë të fuqishëm dhe pa parashikueshëm, duke parasysh dhe Vjosën nga ana tjetër që është lumi i fundit i egër në Europë, por dhe Semani i cili rrjedh i qetë për gjatë gjithë vitit, në momentet e shirave është një lum që grumbullon shumë dhe sjell realisht prurje të konsiderueshme. Por kjo ngritje e argjenaturës, pra nëse e shikojmë, është një ngritje vërtet shumë e konsiderueshme dhe që do të sjellë rezultate. Unë ju falenderoj dhe bravo për punën. Shumë faleminderit.